Ne kemi marrë kush janë 10 shqetësimet kryesore që kanë njerëzit. Pra nuk kemi dalë për t'i dhënë zgjidhje çdo gjëje, se ti nuk i zgjidh brenda një mandati gjithë gjëra. Pse e kemi bërë këtë? E kemi bërë sepse do vi mas 4 vitesh dhe përballemi me njerëzit çka kemi premtu, çka kemi bërë. Kam premtu këtë, kam bërë këtë. Po. Prandaj dhe nuk kemi hap thesin për të thënë do zgjidhim këtë, do zgjidhim këtë, Kemi marrë kush janë shqetësimet kryesore dhe prandaj thashë kemi shpall prioritet bujqësinë. Mjafton të mbështesësh fermerët me atë fond që ne kemi parashikuar. E me 2-3 gjëra që janë lehtësira për fermerët, ti ke nxjerr gjysmën e popullsisë, nuk ka më shteti dhimbje koke se e ka nxjerr gjysmën e popullsisë nga mjerimi. Po, po. Edhe kjo Open Ballkanin në shqiptarët në bëjnë çdo vit tani, sa herë dalim në treg, ne jemi në për treg me Serbin, me Grekun, me këto. Nuk konkurrojmë dot. Ne konkurrojmë dot me Maqedoninë, për shkak se ata marrin subvencione. Kurse kjo Open Ballkanin në shqiptarët ka bosi. Kush kam kemirium, mo merr malli për një për mesa, s'kam asnjë shtëpi. Po jam. Po jam, ka 5 një për mesa, s'kam asnjë shtëpi. Marrë këtë gjyrën